Situata para godinës së kuvendit u tensionuan ndjeshëm këtë të njëjtë përpara nisjes së seancës plenare ku protestuesit u përplasën me forcat e policisë në përpjekje për çarë perimetrin e sigurisë. Protestuesit të mbledhur prej orëve të para të mëngjesit ndërmorën një aksion duke të rrequr dhe shkulur gardhin metalik të vendosur nga policia në hyrje të pedonales pranë godinës së parlamentit. Përballë tentativës për të deportuar në zonën e sigurisë, efektivët ndërhyn për të mbrapsur turmën. Gjatë përplasjes, policia përdori spraj irritues për të shpërndar protestuesit dhe për të rimarrë kontrollin e situatës. Si pasojë ndërhyrjes, raportohet se disa protestues mbetën të lënduar. Në momentet e tensionit, disa qytetarë tentuan të pengonin hyrjen e deputetëve në ambientet e kuvendit. Po ashtu, 5 protestues arritën të kalonin kordonin e sigurisë, duke detyruar policinë të ndërhynte menjëherë. Si rezultat, disa persona u shoqëruan, mes tyre dhe Gent Progni. Progni ishte pozicionuar në një lokal pranë Akademisë së Shkencave, nga ku goditje dhe deputetët me vezë. Në lokal ishin edhe deputetët socialist Ulsi Manja dhe Admir Kadeli, të cilët Progni i ka ofenduar duke u thënë hajdut. Tensionet jashtë kuvendit vijojnë të jenë të larta edhe para nisjes së seancës plenare. Protesta organizuar përpara godinës së parlamentit u shoqërua me përplasje mes qytetarëve dhe forcave të policisë, me mbërritjen e deputetëve në kuvend. Një grup protestuesi shodhën vezë në drejtim të tyre. Situata u përshkallëzua menjëherë dhe policia ndërhyri për të neutralizuar incidentet, duke shoqëruar 6 protestues. Gjatë përplasjeve mbetën të plagosur edhe 3 efektiv të policisë së shtetit. Pas këtij momenti, protestuesit u zhvendosën drejt zonës së pedonales, ku tentuan të çajnë kordonin e sigurisë, të ngritur nga forcat e rendit. Për të penguar avancimin e turmës, policia përdori spray lotësjellës. Përplasjet zgjatën për disa minuta, ndërsa forcat e rendit arritën të ruajnë perimetrin e sigurisë përreth kuvendit. Mes tensioneve të krijuara gjatë protestës para kuvendit, aktivisti Dritan Goxhaj u bëri thirrje protestuesve të ndalnin sulmet ndaj efektivëve të policisë së shtetit. Apeli i tij erdhi pasi një efektiv policie u godit në kokë me një gur të hedhur nga turma gjatë përplasjeve me forcat e rendit. Policia i lënduar mori ndihmën e parë mjekësore në vendngjarje. E kemi me parlamentin, jo me gur policisë së shtetit, dëgjohet të thotë Goxhaj, duke u kërkuar protestuesve të mos u ushtronin dhun ndaj uniformave blu. Edhe një protestuese ju bashkua thirrjes duke u shprehur, jo me djemt, jo me çunat, jo me policin. Nga turma u dëgjuan gjithashtu thirrje si bashkohuni me ne dhe policia është me ne, ndërsa tensionet vijuan për disa minuta. Ndërsa në kuvend ka nisur seanca plenare, protestuesit që janë mbledhur jashtë godinës kanë vijuar protestën duke ulur përpara gardhit metalik të vendosur nga policia për të rrethuar perimetrin e sigurisë. Të ulur përballë parlamentit, ata u kanë bërë thirrje deputetëve të dorëzojnë mandatet dhe të bashkohen protestës që sipas tyre është kundër qeverisë. Dorëzoni mandatet, bashkohuni me ne, dëgjoj të rrisnin protestuesit në korr. Gjatë protestës, qytetarët përsëritën edhe thirrje të tjera si Parlamenti i krimit, dorëzoni mandatet, ndërsa kërkuan gjithashtu arrestimin e kryeministrit Edi Rama dhe të kreut të opozitës Ali Berisha. Deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali ka dhënë një koment të shkurtër për media teksa ka hyrë në ambientet e kuvendit, duke bërë thirrje për reflektim dhe adresimin e shqetësimeve të qytetarëve përmes dialogut politik. Duhet të reflektojmë, të dëgjojmë dhe të ofrojmë zgjidhje. Nuk duhet të merremi me protestuesit, por me veten. Kuvendi të përdoret për të folur për njerëzit, për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, dhe secila forcë politike dhe secili ka duhet të bëjë analizën e vetes, tha ajo. Ndërkohë pak ditë më parë, Spiropali dha fund edhe spekulimeve për një largim të mundshëm nga Partia Socialiste, duke theksuar se do ta zhvillojë betejën e saj politike brenda PS-s dhe se sfida ndaj kryeministrit do të vijojë në strukturat e partisë, duke konfirmuar se puna për draftin Shqipëria e Re po vazhdon, megjithëse nuk bëri publike detaje mbi përmbajtjen apo afatet e prezantimit të tij. Radio Evropa e Lirë publikoi dje një lajm të zgjeruar duke ju referuar burimeve sipas të cilave është vënë në pikpyetje mbajtja e samitit të NATO-s në Tiranë vitin e ardhshëm. Ndërkaq, agjencia Reuters gjithashtu duke ju referuar burimeve, raportoi se mbajtja e samitit në Tiranë është vënë në pikpyetje për shkak të rezistencës nga administrata amerikane dhe pakënaqësisë së disa vendeve aleate lidhur me nivelin e ulët të shpenzimeve të Shqipërisë për mbrojtjen. Pra kemi të bëjmë me dy media prestigjioze ndërkombëtare që raportojnë se në selin qendrore të aleancës në Bruksel ka nisur të diskutohet mundësia e ndryshimit të vendit ku do të zhvillohet samiti i ardhshëm. Siç theksohet edhe në vetë raportimet, nuk kemi ende një vendim zyrtar për anulimin e Tiranës si vend pritës. Megjithatë, vetë publikimi i këtij informacioni përbën një sinjal të fortë diplomatik. Kryeqyteti i Ukrainës u godit në orët e para të mëngjesit nga një val sulmesh ruse me raketa dhe dron.
duke lënë të paktën 10 persona të vdekur dhe 10 të plagosur, sipas autoriteteve ukrainase. Sulmi shkaktoi dëme të konsiderueshme në disa zona të Kievit, ku raportuan zjarre, ndërtesa të dëmtuara dhe shembje objektesh. Sipas komandantit ushtarak të rajonit të Kievit, Mikola Kalashnik, forcat ruse përdorën dron sulmues, raketa balistike dhe raketa lundrimi. Pak orë para sulmit, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte paralajmëruar se Rusia po përgatiste një ofensiv të re në shkallë të gjerë. Nga Dublini, ku ndodhej për një vizitë zyrtare, ai njoftoi se do të kthehej menjëherë në Kiev pas informacioneve të marra nga shërbimet përkatëse. Një ngjarje e rëndë ka tronditur atmosferën e Kupës së Botës 2026 duke lënë në hije edhe emocionet sportive. Trajneri i Republikës Demokratike të Kongos, Sebastien Desabre, përjetoi brenda pak minutash 2 goditje të rënda, eliminimin e skuadrës së tij nga Anglia me rezultatin 2-1 në fazën e 16 të turneut dhe humbjen e babait të tij pas përfundimit të ndeshjes ku goli i Harry Kane i dha Anglisë kualifikimin. Desabre u paraqit në konferencën për shtyp, vetëm në fund të saj ai u njoftua nga Federata Kongoleze e Futbollit për vdekjen e të atit, sipas raportimit të Foot Mercato. Lajmi u komunikua në prani të gazetarëve dhe kamerave në një moment që media franceze e ka cilësuar si rrënqethës dhe surreal. Kjo tragjedi vjen në fund të një rrugtimi historik për Republikën Demokratike të Kongos, e cila ishte rikthyer në një fazë finale të Kupës së Botës pas plot 52 vitesh. Foot Mercato ka publikuar gjithashtu pamjet e momentit kur trajneri mësoi lajmin e hidhur.